Përjashtimi i papritur i Kristi Lamajt nga Big Brother VIP Albania 5 ka ngritur shumë pikpyetje dhe shqetësime të ndjekësit mbi gjendjen e tij. Megjithatë, publiku mund të qetësohet pasi imazhi i tij i parë pas daljes drastike sapo është zbuluar. Gjatë transmetimit të emisionit Goca dhe Gra, moderatorja ka ndarë me publiku një foto ekskluzive të ish-banorit, e cila është shkrepur në ambientet e shtëpisë së tij pas kualifikimit. Në foton e shfaqur në ekran, Kristi shihet i veshur me një bluzë gri i qetë dhe mjaft mirë fizikisht. Për të shuar kurreshtjen e të gjithëve, moderatorja sqaroi: Kristi është në gjendje të shkëlqyer, por të tjera do t'i flasë veti Zoti i punës. Me këtë, ajo la të kuptohet se arsyeja e saktë me detajet e ngjarjes që çoi në zarfin e zi mbeten për t'u sqaruar nga vetë ai kur të jetë gati. Ditën e sotme, pra në mbrëmje në spektaklin e Prime-it, Kristi do të jetë prezent për të shpjeguar se çfarë ka ndodhur, pasi Big Brother në promon e tij e ka hedhur cila është arsyeja që ai është larguar. Disa mendojnë që ai nuk ka qenë mirë emocionalisht, megjithatë, Big Brother pra produksioni ka sqaruar që ai është larguar me zarf të zi, prandaj me siguri duhet të ketë thyer ndonjë rregull. E vetmja banore që është mërzitur dhe ka qarë për të ka qenë Brikena, ndërsa të tjerët vetëm janë gëzuar, prandaj Kristi është shumë mirënjohës për të. Nuk dihet se si do të shkojë mbrëmja e sotme, por diçka është e sigurt, të gjithë njerëzit që e shikojnë Kristin nga publiku janë mërzitur pasi ai është larguar nga kjo garë, të cilën ishte pretendent për ta fituar. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.